Mirë se vini në Faktor Pikal. Jam Lavdrim Lita, drejtoj këtë podcast. Sot kam të ftuar ekspertin e dosjeve të sigurimit shtetit dhe shkrimtarin e njohur Marcel Hila. Faleminderit zot Hila që jeni pjesë e këtij podcasti. Ne nisim pak ndryshe këtë podcast duke I pyetur të ftuarit tanë për shumë gjëra, por sot kemi dëshirë t'ju pyesim për dosjet e sigurimit shtetit, ku ju keni punuar pak në autoritetin e dosjeve, keni shpletuar shumë prej tyre, disa e keni kthyer në shkrime, disa në romane, dhe një pjesë tjetër keni rrëfyer në intervista me kolegët tanë apo historitë që ju keni gjetur më interesante për të treguar apo më të nevojshme për të treguar. Dhe zote Hila, ju keni një emër perëndimor, Marcel, edhe zakonisht ne pyesim pak për familjen, për kontekstin familjar. Ju jeni lindur dhe rritur në Shkodër, apo jo? Ishte dëshira prej vetmi, kur nana ka qenë shtatzan, ka shkuar pa I film, ishte kene maverorje në Shkodër. Kene maverorje, do të thonë që ishte e hapur. Edhe ishte koha se unë kam lind korrik, edhe ishte koha afër lindjes 1 muaj 2 kanë pa Marcello Mastroianni në film atje ka thënë nëse më lind djalë do t'ja veket emën, kështu që jam viktim për pëlqimit nënës të babës tim. Kjo është arsyeja. Mastroianni një aktor jashtëzakonisht I kinematografisë. Atëherë ishte I ri, neorealiste italiane dhe ishte kultura italiane, mendoj dhe besoj që edhe nga bisedat që kemi bërë paraprake ka lënë shumë ndikim të kjo. Dhe përgjithësi tek shkodranët te Shkodra pak a shumë. A kanë zonë influencë Shkodra në një farë mënyrët për dy arsye, se një pjesë e madhe kanë kryer studimet jashtë, edhe e dyta kanë pas lidhje tradicionale me Venecien, lidhje tradicionale me kanë kryer shkolla të larta. Ka kanë edhe influenca e klerit katolik diku, domethënë që ka dhënë një tonalitet edhe për disa arsye, pjesa katolike ka pas një ndikim domethënë për shkollat jezuite, franceskane. Një shkollë jezuite dhe një shkollë franceskane. Që kanë pas, nuk kanë vetëm shkollën në kuptimin e shkollës, por janë një kondensim I mendjeve. Për shembull jezuit në atë kohë kanë pas ka një Cordiniano, duhet të kesh gjuarmin. Ka një studius I madh. Në atë kohë ka një Giuseppe Valentini që ka shkruar 36 libra për Shqipërinë. Dhe janë figura, ka një padre Domenico Pazzi që ka një malë, padre Rossi, kanë figura që as italianët nuk I kanë sot atë që kanë në Shqipëri. Nërsa në atë kohën kur po bante domethënë në Shkodra, ana franceskan kanë pas figura të mëdha, Anton Harapin, kanë Vincenzo Pranoshin, Gjergj Fishten. A ka një figurë pak e njoftun, por më e madhja gjithave. Ka kanë padre Paul Dodaj, kanë një zanat I dytë, më thonë kanë profesionisti politikës. Ajo që ka gjetë Ahmet Zogun e ka bërë çmosin për me promovu e ka çu deri te oborri Maret Nori prandoi sa Austro-Hungarisë se ka pa që ky ka talent për politikë. E ka mbrojt. Një tjetër figurë e madhe kanë Vincenzo Pranushi, gjithë shkollës franceskane, që I kanë dhënë një tonalitet. Kanë pas në për shembull në tjetër me që po ka një padre Martin Gjoka. Padre Martin Sirtar, nëse ju po përmendni disa emra që unë I kam shumë familjar nga studimet e mia dhe I kam lexuar një pjesë të madhe. Martin Gjoka është që ka krijuar simfoninë e parë shqiptare, ka marrë në Austri. Ka kënë direkt, ka kënë zanë si Gustav Mahlerit, është për vit një gjeni I muzikës, ka dek shumë I ri, 29 vjeç që ka dekaj. Ka krijuar vetëm pak vepra muzikore. Për Martin Gjoks, si thot për shembull, Dostoevski ka thënë një fjalë që po kanë dalë gjithë nga manteli I Gogulit, që nga manteli Martin Gjoks kanë dalë gjithë për Kjakova, kanë dalë gjithë me rrallë, ai ishin nxënësit e tij, edhe kjo është arsyeja sepse edhe muzika shqiptare në Shkodër ka pas korifej të mëdhenj. Shkënë Çesk Zadaja, kanë Tish Daie, kanë gjithë ato që kanë dalë për Martin Gjoks. Kështu që kjo është arsyeja e ndikimit, kanë pru pak prendim edhe kanë ditë më shpërnda. Zoteria ju përmendet figura të ndritura të komit shqiptar, po dhe të fesë
katolike, shumë prej tyre që I fola si kulturën, elementin kulturor tyre. Por një pjesë e tyre janë martirë të kishës. Një pjesë. Pa dënë të në Arapi është martirë. Prej tyre janë martirë dhe kjo ndodh në një moment ndryshimi që ndodhi në Shqipëri me marrjen e pushtetit nga komunistët dhe për temën që kemi ne sot, themelimin dhe krijimin e sigurimit shtetit, i cili bën koditjen e parë të inteligjencës shqiptare dhe sigurisht ajo vazhdon me fazat e tjera koditse në periudha të ndryshme dhe doli biseda vetiu për si u krijua sigurimi i shtetit në Shqipëri dhe cilat ishin ideatorët e kësaj policie sekrete dhe kësaj policie partijake në vend. Atëherë, sigurimi i shtetit është kriju po thona në 1943, dhjetor 43, dhe kurse një datë tjetër që ka vu Enver Hoxha është në dhjetor 44, po në vërtet gabova, është në marsi 43, Enveri ka dasht me shmang Koçin kur ka vu këtë datë. Përse Koçi i bitë me kënë është ma vonë, ministri manshmet mërshëm, po këthejnë. Atë sigurimi i shtetit është si mas modelit Jugoslav. Fillon me njësitet. Atëherë, njësia e partisë kanë kënë qarkort. Ma vonë bën komitetet e partisë të rrathave. Por në kohën e luftës, i aty full është qarkori rrathit. Për shkak Tirana kishte të vetë, Shkodra të vetën. Mbrana qarkorit ishte njësia kënë shërbimi sekret. Atë e marrë vesh ky, pse shkon te kuestura, ky me kë shoqënohet, ky ishte njësi e vogël që ishte më shumë se 7-8 vjet. Këta 7-8 vjet mbledhshin informacion për tjerëve, më dhe bashkë atentatet. Kështu që sigurimi i shtetit e ka filluar karrierën duke eliminuar njerëz. Të gjithë ata që janë vërmë atentate janë vërmë nga kjo njësi operative e qarqeve. Për shembull, Tiranë ka një Farnako Spiro, i cili është kryetari i qarkorit, por partia vendoste me eliminu, kështu gjithë eliminimet janë bën këtë mënyrë prej tij. Në jugi tjetër, në Gjirokastri tjetër, në Vlori tjetër. Kështu ka filluar karrierën. Kur marri lufta, atëherë u vendos për ndjekjen e kundërshtarëve. Një pjesë e madhe e kundërshtarëve lanë shtëpitë dhe shkuan nëpër male. Atë ikja ishte në dy rrugë. Ata që kishin jug, shkoshin jug me kalu në Greqi. Ata që ishin veri nuk ishin kushkoshin si ishte një shtet i vetëm Jugoslavinë. Ata nëse shkoshin ti i dorëzoshin. Kështu që gjithë jeta e këtyne ka kene për male, shpella, guva. Msheshin aty me prit ditë më të mira. Por shumë mirë ditë, si mas shifrave, thuhet që ishin 2200 vetë për këtyne që ishin ikë. Atëherë tashtin nuk mund të bashin më atentate, se kishin marrë pushtetin, bashin arrestime, por problemi ishte eliminimi i këtyne që ishin strup. Ishte formuar një njësi me 5000 vetë që ishin të pagum. Që quhet njësi e ndjekjes apo? Kishin forcat e ndjekjes. Ta forcat e ndjekjes kishin komandant u quhte drejtoria e ndjekjes, ose drejtoria e mbrojtjes popullit. Atë drejtori i përgjithshëm, këtë drejtori ishte Koçizoce. Atëherë u nepshin urdhna, direktiva, ndjekjet e filan vend duke gjin këta shpella, janë këtu në tropoj këtu janë e përpyjet më të thella, edhe kanë shkuj kanë ndjek. Kështu që arma sigurimit mori detyrën e eliminimit kundërshtarëve. Mandej mbrapa fillon këtu poshtë ndjekja e atyre që ishin anëmiqtë e popullit, ish bashkëpunëtorët, ish kujslingt, ish ata që nuk na dojnë, që vazhdojnë disa drejtime sigurimi i shtetit. Jo tha pak më parë që modeli ishte Jugoslav apo se siç e quhen ata platforma. Ja, platforma tjetër gjë. Platforma është një gjë që vjen më pas apo jo, platforma është kodifikimi është konceptimi. Domethënë, nëse ti sot bën një ligj për policinë e shtetit, ligj për tatimet, ligj për doganat, është i quhet ligj organik, formon një organ. Atëherë sot me datën kaq kuvendi popullor vendosi themelimin një organi që është drejtoria e përgjithshme e tatimeve deri për gjithë doganave. Ne kuptoj. Atë aty të kalzon përpara janë dispozita e përgjithshme, mbështeteshin kaq fjalori, mandej thonë ulesh nen. Kur vite puna, sigurimi nuk u do të më bë me ligj. Pse e merrte vesh njerëz si funksiononte. Atë kishin për këtë që ishte platforma, që do të thonë do të aprovote vetëm byro politike. Atë platforma është një gjetje, po thonë në fillim ishte jugoslave, por më të përsosur kanë pru
sovjetikët, e punon 49 kur prishme. E para platforma është 47. Deri atëherë sigurimi ka vepruar pa ligj, krejt, si t'ju dukte më mirë. Nuk ka një ndjekje kush është drejtori, si caktohet, si ja punë operative, si ja puna gjërmuese, nuk ka asnjë për këtyre. Veç ju tek aty që ky është tani kapë arrestoje, lunoje, xhirri çat mundesh, ne pje gjykat kjo gjashtë për ndryshe eliminoje. Kurse kur kanë ardhi Gustav Çopristën 48-ën, punë këtë që është platformë. Ti platforma përcakton veprimtarinë. Por duke qenë se një ligj kur mat ka një procedurë të vetën, e para përpozohet. Atë propozimi vjen nga organi. Organi ka përvojë, do thotë që shika për na propozimi këtë ligj. Atëherë e ka për Ministri i Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë shkon te drejtoria kodifikimit. Drejtoria kodifikimit është ajo, një kynen ashtu ky tjetër do të jenë kështu, edhe kodifikon. Më shkon te drejtoria tjetër, harmonizimit, që ligjet nuk mund të binë kurrë në konflikt me një tjetër, është parim legjislativ. E tretë mandoi mbrapa një ligj, shkon te komisionet parlamentare. Komisionet parlamentare analizojnë nën për nën. Mandoi mbrapa shkon në parlament. Parlament analizohet, votohet nën për nën. Më mbrapa shkon te presidenti i Republikës për firmë, procedurë botnore kjo. Më mbrapa votohet në fletoren zyrtare. Që nëse do të bash një gjatë tillë, do të merrte vesh krejt se si funksionon. Ç'a funksionon? Një ndër detyrat është rekrutimi i informatorëve. Si rekrutohet informator? Është platformën. Çfarë tipi informator? Pa shkuar tek rekrutimi dhe platforma, do të dija për ndikimin ideologjik të Partisë Komuniste mbi organin. Pra, sa ideologjike, sa të ideologjizuara ishin këto struktura, si nga njësia më pas, si nga drejtoria apo ajo e mbrojtjes popullit. Pra, partia ishte mbi këtë. Mbi gjithçka partia. Partia gjithçkaja. Tjerët janë funksion partisë. Këtë punë kishte eksperimentuar Stalin në 36-38 që bëni purgat. Atë partia në Bashkimin Sovjetik mori iniciativën me pastru vetvetin. Atë shpiku një vegël, shpiku e perfeksionoi veglin që ishte KGB-ja, edhe hini me lupat, e me kazëm, e me shpat, marë gjithë kundërshtarëve si mas direktivës. Atë Enveri u tregu për një moment pak naiv, se kujtoi se mundet me i zgjidh punë vetë ja besu Jugoslavëve, ja besu Koçit, ja besu. Atë një moment e pa vetin mori vesh se kishin hap dosje për te. Do Enveri ishte partia me hap sigurimi dosje për Enverin, kja fundi botës. Kush ishte hapur dosjen? Ai thotë që e ka hap Koçi. Koçi thotë që e kanë hap Jugoslavët. Jugoslavët kanë kërkuar se e kanë vritu me gjithë në pikën më dop me goditën e Enverit se doshin me jek. Se kishin marrë vesh që Enveri kishte pasi kaluar të tmerrshme në rinin e tij. Ishte njëri që kishte pak besueshmëri. Ishte njëri që nuk tregonte sa duhet, për arsye se ishte një person që shkote, se thotë Gjershfishta ti ushitiu për gjithë treg, sot në mani Skënderbek do të mushit edhe te Stalini, do të mushit edhe te ky tjetër. Atëherë kishin pa që është i natyrë. Për këtë arsye, ata mendonin që mund të eliminohet, mund të zëvendësohet. Thohet, ai Enveri ka dyshuar, ka thënë që më ka hap dosje Koçi. E ministri i Brendshëm nuk mundet kurrë më hap dosje për eprorin e tij. Kjo që prej këtij momentit vendosi përfundimisht kontroll. Që do thotë, te kjo platformë që është një ligj, është ligj në vërtet, por ka një emën tjetër e 49. Mos harro ka student alta shtatën të rinovue, do të thonë çish Konar Mizalis, Armizi ka dhënë formën më të përsosur. Atëherë ky ligj ka si gjatë parë, ka vendos piketat. Partia është mi gjithçka, partia është mi sigurimin, partia me Ministrinë e Brendshme, partia kontrollon çdo arrestim. Edhe çdo sekretar i parë i partisë në përrrathe do të nepte aprovimin me arrestu një njeri, me u ndjek një njeri, me u vunë ndjekje. Po dalët e këtë tjetër. Mandej mbrapa interrimet, pushkatimet, nuk bëte pushkatim pa dhënë firmën sekretari i parë i partisë. Kjo që gjithë ata sekretarët e partive kanë ditë gjithçka se ishte me platformë, nuk mund të shkelte. Një prej këtyre për shembull ka një që quhet dega numër 4, kur shkon të ndërtesa sigurimin e shtetit. Ti ke me njëri habita me pa çfarë strukturët ka pas ajo. Atë sigurimi, po thona, Ministria e Brendshme ka pas 3 drejtime, Ministria e Brendshme. Drejtimi i parë ka qenë policia, drejtimi i dytë ka qenë kufini, drejtimi i tretë ka qenë sigurimi. Atë policia ka të hajdutat, vrasit, garbicit. Atë nëse të ka kap ty në flagrancë, gjaja parë që bante të përpozote të bashe informator
edhe bashkëpunëtor vullnetar në dënimet e njerëzve. Pra, ka po. Sipas ligjit edhe përsëris Handeburg. A do të më shërbëj partisë për mi dal dëshmitar në rran filanit. Ti do të ush ta fjalë. Po ti s'ka ndërgjegje, s'ka asmarë në rregull. Atëherë, nëse ti shef ata dosje, ne për shumë procese dëshmitar të falso vishin për këtyne. Për kësaj shtërese, që i përpunot e policia e cili ja ka lutë e sigurimit. E sigurimi i montote në për procese. Okay. Atëherë, ky thotë që unë kur kam kënë në rrallë, e kam pa që ky ka fol këtë shkull në partisë. Kur kena kënë në stadium, ky ka dalë ka shokun e në vërë, ka shokë tjetër. Gjitha janë nepte edhe ky i pranote. Plot fuqishmit e lagjeve ishin shkus, midis dekspunët mëndshme e midis hajdutave. Ky ishte policia që kishte këtë funksion. Në dhe vite Kufini. Kufini ka pas, disa degë drejtori që ishte për plotësimin me kuadro, me ushtar që shkoshin, me furrizime, me tjerë. Po midis tjerave, kush shkote për mu arratis, që ishin 1, 2, 3, o të vrite, o plagoshe, o të arrestote. Atëherë, ai që ka shpëtu gjallë, gjanë e parë ju bate propozimi. Ato që të bash bashkëpunëtori jonë ti, që në që me dhanë 10 vjetë, ose me dhanë 8 vjetë e ati, varat jetë në apim të re. Edhe këta pranoshin, kështu që një lanë e madhe për rekrutimin e njerëzve ka kenë edhe nga policia, edhe nga Kufini. Sa për DNI, Shqipëria ka pas një rekord frikshëm, 168.000 informator me kartela. Kjo është nga 24 që dhe 91-shin. Deri 91-shin kanë qenë 168.000 bashkëpunëtor që i ka përdor ku ka dashte. Hajde këtu me thënë që filani ka shashokun e vërë. Hajde këtu me thënë që filani ka lëvdur Ronald Reagan. Hajde këtu thuj që muzika prandimore është e mirë, kurse nëse kena buk me hangër, që se natyri kanë përdor. Pyetje. Për sa oficer sigurimi bëhet fjalë? 11.000 oficer sigurimit, për i fillimit dhe në fund. Nga 44 deri në që ishin dhe për vitit të kishin hierarki. Po dalë dhe herë të... në një vit sa ishin operativ në... 10.000 ke pas në terren gjithë kohën të punu, me vesh hapun, me sy hapun. 10.000? 10.000, për çdo kohë. Sa është policia e shtetit sot? 10.000 policë kemi ne sot. Janë kanë informatorë që delshin, janë kanë disa kategorive, e lash për gjysat e për këthejmë edhe herë. Kategoria parë kanë kanë informator të lidhun, që thoshe kanë pas një oficer sigurimi që i ka ndjek me emne, me mi emne, me shtëpie, me vende punët ku punon i lidhur. Një kategori e vogël kanë të pa lidhur. Që të më thënë, ti nuk i mend, po një mend ishin shëtiqin bicikleta gjithë ditën. Me që s'kishte makina, shëtit gjithë gjatë që shifshin, çdo person, po me që s'kishte kërkush kam, nëse ishte në bicikletë kush e ikte kjo vetë mora, për në bicikletë e imrot oficer në zonë, policin në zonë kapat atje. Ishin të pa lidhur, të ishin shërbim. Një pjesë tjetër kanë konservum. Edhe që kanë konservum, ishte dikush me paralizë, dikush që i kishte dalë sekreti që është kanë informator. Ate këta që ishin tillë në raste kur ishte nevoja, edhe mas 10 vjeç që ka pape ka zjerë nga anonimati, e ka fut një shërbim e ka këtu dhe herë. Të kishin listën, është evidenca agenturës. Është listë operative që e dite filani ke ka shok filani, edhe ky ka dal nga shërbimi, po fut edhe në shërbim. Është një makineri e përsosur që ta kesh. Se po fokusohemi tek viktima, e lash për gjys. Te viktimat dhe ata që janë përdorur, por doja të pyesja për ata që përdorin njerëz që janë oficerët e sigurimit. S'kan pikë në gjegje dhe kupola e tyre. Dhe ju po më thoni që në punë, në një vit, vitin 50, në territorin e Republikës së Shqipërisë, ishin 10.000 oficerë që vepronin? Jo, 10.000 oficerë. Janë 10.000 informator që janë operativ, që janë punë. Një pjesë janë dhe tërheqën. Një pjesë nuk shifet arsye pse mi zjarë. Ti mendon ti një qytet të vogël. Të prandaj po kaloj dhe mblen edhe herë ta morete, më po të thoj si kanë funksionuar. Më thuaj se jam i interesuar. Okej. Atë na thamë, të kallzoj si punon policia, si punon Kufini. Madje më pa vite se ajo majetihja që është sigurimi. Sigurimi u ndate në 3 drejtime për veti, se thamë Ministria e Brendshme, e cila ka policin, ka Kufin e sigurimin. Sigurimi do të në 3 riska tjera. Atë riska e parë e sigurimit është e quajtur zbulimi. Zbulimi janë çka bën
Abbas Armeni jashtë, çka bën Ahmet Zogu jashtë, çka bën Hasan Dosti jashtë, çka bën filani jashtë, dojnë me ditë apo lidhen me CIN, a lidhen me shërbimet e huaja, a lidhen me armë kjo një mësimi këtë mërzu pushtetin. Që informatorët gati më të mirë dhe më të besueshëm janë kap me shtërngesa, me u çu atje, edhe nëse ti s'funksionon, e nuk bën na çdokim familjen, ta çojmë tani ti pushkatojmë fëmijët tuaj. Edhe kapshin e qoshin, ata ishin detyruar, persona shpesh edhe me figurë, me staturë, por që këtu ju rrenojmë kanë në nënveshgim nëse ti nuk bën informacion. Kështu që aty te autoriteti, dosja Ahmet Zogu është sa një kellom. E thon dosje për arsye se ka të materialet për te, pa aty ke ndjekjen që është bë në orën kaq doli kaq shkoi këtu bëni këtu hini këtu erdhi ky vjen për informacion nga më të vogla që e ruajnë atë. Është Kolbi Meraka që ruhet. Është Ernest Kuliçi që ruhet, që ka takuar në Venecia, ka takuar këtë Ton Cocker, i cili është kandidacia amerikane ka ardhur për këtë para zbulimi. Zbulimi ka pas rezidentur, është rezidenti, ai është i dërguar direkt në prendim. Rezidentur kryesor në Francë, në Paris. Të tjerat janë më vogël, për ku vishin gjithë informacionet e me shifër i vishin me sistema. Çfarë do të thonë me shifër? Me shifër do të thonë që ti shkruaj me një alfabet që sa kupton kërkush. Ti e ke ambin lavdrim. Okej. Lëhit po i napim vlerën 15. As po i napim vlerën 22. Ti te napim atë me shkruaj emrin tan del. 15 presje, 52 ka edhe shkruhet ai tjetri nuk e kupton absolutisht pse u mate alfabet për çdo person. Mund delte Z-ja, delte tall të 7, e shpik të oficeri sigurimit të ket. Në kasafort kishte ket për e kishte vetëm ti, e kishte vetëm ky. Kur i vjen dekriptimin. Okej, më dhe fillote deskriptimin. Edhe e zjarrte vetëm emrin informatorit poshtë do t'u jepte. Më shkruante me garma, Shega. Atë kush është ky Shega? Ta marr alfabetin e Sheks, po marr alfabetin e Sheks vetëm por garm delte informacioni. Ky quhet, domethënë që është me shifër. Edhe kështu residenti bën fjalë për një rezidencë ku mblidhe informacione. Koordinote ishte mendja, erdhi ky, doli jashtë shërbimit ky i doli është domethënë është zbulu ky njeri, është dekonspiru, nuk është më, por ai ka një hiqje. Mbini njëri tjetër, ky ishte truni që punonte jashtë residenti në Francë, ai ka kënë kapuja. Atëherë, kjo është e para zbulimi. Mandej e dyta vite kundër zbulimi. Kundër zbulimi është gjithë mënyra mbledhjes informacionit, mënyra rekrutimit, e treta është drejtoria e mbrojtjes udhëheqës. Janë kanë 3 drejtime që ka punuar ky sigurimi, thon Ministria më rasht që ka policin, që ka kufinin, ka sigurimi. Sigurimi ka 3 drejtime. Atë kjo ndërtesa që quhet sigurimi, do të thotë që kjo që është kundër zbulimi, kjo që është brenda nesh jo zbulimi, ishte e bëmë në 10 deg. Që gjithë deg ishte kryetari i degës për gjithë Shqipërinë. Atë ishte dega armiqve të popullit. Me marrë pështi ke kundërshtar tuaj. Ishte i punë sofistikuar. Dega dytë ishte dega kontrollit oficerëve, a blehen, a shiten, e ka rekrutu kush. Kishte një shërbim brenda shërbimit. Dega tretë ishte mbrojtja e ekonomisë socialiste, a saboton kush fabrikat hidrocentrale. Dega katërt ishte kartoteka, domethënë gjitha letrat që kishe për informator, gjithë arkivi është i degës 4. Dega 5 është teknika operative. Që tu veshin për gjusa, keni marrë vesh kohët e fundit që të filani ka marrë për gjus, ka vu për gjus dikur ka. Leri Belishova shkrete kishin vu 5 për gjusa në shtëpi. 5. Nëse delte një llom, flite, dhe llom tjetër ishte edhe oficeri natën kur gjithë flashin e zbarte qa foli me të foli kështu, për janë letat pa fund për lirë jenë tyre ku të falun, edhe në banjo kishte. Atëherë, e 6-ta, është ka një deg, nuk ka kënë si numër 6, po deg, është kanë e skaraparit, e armëve, kërejt një deg vidi me ndjek, kush punën më sa botën armë. E 7-ta ishte për naftën, jo si numër, po ishte deg e naftës. E 8-ta ishte e ushtërisë. A dën kush me ban një grusht shtetit edhe. 9-ta ishte dega e objekteve kryesore, kush të me hell në erë, hidrocentrale, të me hell banken, të me hell këto, të atin e operas, kulturën, gjanë saj natyre. Edhe ta ishte letra që bishin në jashtë, kush për një letër, kush nisi letër, posta të kontrolloshin. Kështu që këta janë 10 degë që brenda kundër zbulimit. Brenda kundër zbulimit. Kështu që në mënyrë të tillë atë gjithë këta
me anë të deklaratave, me anë të komunikatave, nëse kishte në një, ju qote zëvendës ministrit parë të mbrëmshëm, zëvendës ministrit parë i mbrëmshëm ishte drejtori i sigurimit shtetit. Nëse kishte gjana përvluese, ajo qote ministrit mbrëmshëm me urgjent me 3 vjet kuçe, ministri i mbrëmshëm kërkonte mbledhje urgjente në bërë politike me shokun Enver Hoxha, kur ishte gjallë. Mandej serioze. Po, me sa po kuptoj, kjo është pjesa kur ajo, se them, konkretizohet më shumë platforma e KGB-s brenda sigurimit shtetit. Pra, marrja e një modeli të KGB-s, po themi, modeli lindor sovjetik, dhe implementimi me disa modifikime shqiptare. Atëherë, shërbimi zakonisht, shërbimi sekret është me të vërtet sekret. Që do të thotë? Unë kam një informator temin, që një njëri mi thënë hajde në filan vend, në filan orë, edhe i vjen. Në e thëmë të të shkosh, me ndjek filanin, me marrë vesh me keshësh në vëtë që banë. Po, thotej, që ku i ke edhe ta pari këtu, me apru për gjë sa më shpejt. Pa i merë të paret. Edhe shko të usilte, edhe gjate një informacion një tjetër. Ati kërkote takim me shefin, edhe ja thote pa letër. I thote, unë e pash, a ju shëshnu me filanin, në rregull. Atë shefi cakton njëri tjetër mas këtij informacion përmendje atë. Ky është shërbimi gojë për gojë. KGB-ja ka diçka, materializon gjithçka. Nuk ka një fjalë që ik në eter. Por burimi, që është informatori, e ka ndjek prej orës kaq den kaq objektin, i cili ataku me filanin, ka shku këtu tak futet letër. Edhe letra futet në 2 dosje. Në dosjen e personit që ndiqet, edhe në dosje përsoj që jep informacionin. Është i njëjtë informacion. Kjo që kur thonë të në më hap dosje, cila dosje të më hapti? Ati që është djek, ati që ka informu. Mëndi ka dhe i palë dosje tjera, që janë dosje të timore gjyqësore, kur ata janë arrestu dhe janë dënu ka i dosje tjetër. Kjo që janë 4 lloje dosjes, për arsye se ai që ja bën informator, që ka pranu me kënë burimi, atë ai ka një dosje që dosja e biografisë tij, ku ka lind, ku ka bëm mësime të shkollet, ku punon aktualisht, ke kanon, ke ka bab, ku punon vllai, ku në kunate, ku punon në shoqja për Covid. Pra ka një lloj që i kontrollohet pastërtia biografisë, është i besueshëm. Kjo që ky ka dosjen personale, dosjen e punës, edhe dosjen e viktimës, ja ku i ke tri me një herë. Nëse e bën për burg është kjo dosje tjetër. Po dhe kjo dosja tjetër, këtij të një e kunit, kalon 4 faza. Të që kur thonë hapri dosje, cilat dosje më hap? A ja keni ide për çka po të fjalë? Pastaj është një gjë e përgjithshme, hapi dosjet është për ekonomi fjalë zakonisht përdoret. Ai oficeri që kontrollon armiqtë e popullit, apo në për degën që është e para, për garancia ishte, domethënë si sektor, atë ai delte këtu në lagje. I kishte marrë vetëm shkollën, për shkak ka 25 oficer sigurimit. Edhe delte kishte se ja thela e bastani që qahet, a i kishtë da Shkodër me perimetra, me vi, kja është e jotja. Ken këtë vi është e këti tjetrit, kja është e këti tjetrit. Atër a i hinte me gjithë kush janë armiqtë e popullit, të mundshëm, edhe këtu, ja, ka biografit mirë, ky ka babëntar partijet, ky tjetri, ky ka pas një aq të ratisën, shënoje. Ky ka pas gjyshin të pushkatum, ky ka rrezikshme një të madhe, filloi të ndërtohte një skem si mas rrezikshme njësë të armiqve të mundshëm popullit. E gjithë kjo u quhet kontingjent. Kontingjentat numër 1 ishin rinia, ata që janë të infektuar nga prind edhe që nuk na dojnë. Atë tash në njëri po thonë po rritet, është moshë më tepër, ka filluar me fol 2-3 herë, një ka folë fjalë 2, atë oficeri i sigurimit me propozim tin, mbështet nga informacion që i kanë ardhur, ja vën kryetari deks punët mëshme thotë do t'i hapim një dosje për punimit filanit. Ato që quhen 2 atë më vonë të shti, prit, atë shkolla mesme, shkolla nalt, një minutë, atë këto të shti jena, pra nga kazani i madh i kontingjentit, dalin 4-5, pap, e gjithë këta janë eksponentat të cilët janë të dënumshëm se do të bëjmë plan armiqve të popullit. Në urrejnë, atë me që në urrejnë, do t'jenë disa dënumshëm. E kush është i biri filanit. Për shembull, është një fakir, ai burr zotni i veçantë, një gzim peshkpia. Babën e tij kanë vënë për bombën e ambasadës sovjetike. Atë natën që është martuar kanë arrestuar.
natën, atë natë, e kanë ardhur, vend që me prit me orë nusja, kanë nivu prangat dorë kanë futbol, ka bëj 20 vjet. Më është 21 vërtet. Atë që mi dhënë dhimbje sa më të madhe, e ditë ai. Atë i biri filanit, do ai do të hin burg. I biri filanit do të hin burg, gjithë kanë hi babat, kanë hi edhe djemt. Atëherë çanolte, kalotet është prej kontingjent u hapte dosje. Ja dosje për punimin paraprak. Te shkurtë dosje për punimin paraprak. Kapni hidhni rrjetat. Çfarë dëgjoni për të? Ka lavdëru futbollin gjerman. Ka lavdëru Marlon Brandon, ka lavdëru filanin. Ka shpreh simpati për muzikën italiane që ka fituar çmimin në Sanremo. Ka shpreh për Picasso një herë kur ka fol, e ka lavdëruar dhe presidentin Reagan aty që e ka shoket. Hap, dosja thënë mushë për 3-4 informacionet e para. Tash pra nga kontingjenti, nga një heshin detyrë, edhe hapet dosje për punimin paraprak. Me atë dosje për punimin paraprak, kryetoi Dex po pashe, vlerëson rrezikshmërinë e deklaratave tuaja, preferencat tuaja, urrëtet që ke, edhe bën propozim kryetarit Dex. Unë filani propozoj që të bëhet një kontroll operativ 2B. Edhe kjo është ku në shkollë mesme. Atë kontroll operativ të bëjë një kontroll me bashkëpunëtor me B. Domthon 5 vet do të fillojnë të më të ndaj afër. Atë oficeri i sigurimit që ka këtë lagje që rrin ky njeri këto, atë merr detyrën me rekrutu apo edhe me përpunu disa informator për më ndaj afër këtij. Tash gjej mënyrën ti edhe provokoje. Pse s'ka speca në treg? Speca në treg, për ne aty dek për buktin pyet për specat. Burimi ka prunë informacion se objekti ka thënë aty vdek për buk. Data kaq, ora kaq. Atë shkot ti edhe thuj tjetër ç'a mendon ti për atë janë ta futbollin, futboll, o da kanë futboll, nëse ka futboll kanë ana. Nëse kanë buk me hongër, ai pasi kanë kom të holla, atë. Ai ka lavdëru futbollin e huaj, edhe ka shoh futbollin tonë. Tak u bën. Atë 4-5 informator që janë ta bëna bashkëpunëtorët, thonë ta mushin ty dosjen. Kur ti ke filluar me fol më shumë se duhet, e ke filluar me trash lojën, kaloshe në 2A. Çfarë më 2A, që tesh duhet të vënë një agent. Atë agenti është një që thon gjithkohon afër. Njëri në më të afër me tu, më të besueshëm me tu. Më ka qellu për shembull pa emra. Më ka qellu me paçi agenti disa persona që kanë ndër kushnit parë. Dhe kushin i parë që ai s'dyshoten të shkote çote oficeri i sigurimit të provokova thaket të provoket. Atë çdo han ky dyshi. Dyshi në gjendje dyshit. Njëshi e Korinburg, an miku i popullit Amranda 81. Që është rruga kur të hap 2A-ja je 2 me agent, banu gati se burgun e ketë hapun. Atë të fillojnë të shtohen informacionet nga ky agenti që të rrinë, sa i të rrinë të ankohen offer. Atë ke besueshmërinë më të madhe ai, djali oci jote më ndoshta filani. Ai ka thënë ket. Mirë, një ditë për ditë, pa prit pa kujtuar, hemen popullit e arreston. Ti thot ke lavdur presidentin Reagan, po ai hajduti që kishte ra për hajn, ai dëshmon për ty, ke ken rrall ti ditë ti ke. Po se njoh ai të njefty. Që ka marrë këta, është mush sigurimi që kë nuk na do ne. Atë që ja shkarkojnë detyrën një tjetër, ai del gjysh pa pik friket, këtu po e kam dëgjuar në stadium. Po e kam dëgjuar unë rrall ka folje këtë fjalë. Po e kam dëgjuar unë ka ken rruksën, kam ken mbrapa ku ka thënë këtë fjalë. Me dëshmi falso, po në vërtet e verifikuar që ti nuk e don atë, e kanë thënë, e kanë futur për burgje. Tani doja të pyesja pak për atë që quhet teknika apo se kombinacioni që përdoret e sigurimi shpesh për të denigruar apo për të demaskuar njerëz. Me dekuraju njerëzit. Ma ndoshta ti ke pas një model, po thona, një person në shkollë dhe kena pas disa modele. Persone me dinjitet. Atë ti një lloj ishte një lloj pengu të joti që ti s'pranë më bëm bashkëpunëtor, kur mendon që ata kanë bë burgje, kanë regjistruar ti mos më tursu. Atëherë, bëmë e kënë që thotë ai oficeri sigurim, pse ti s'pranon? Po jo, po nuk pranoj se si, unë kam turp një gjatë që nuk e bën kurse se robas ky tjetër, nuk e pranoj detyrë tillë. Përveç që dhunoshin, atë e krijoshin kohën një mënyrë, e thirrshin këtë burrë me dinjitet që ky e njifte, e thirrshin që në ora 10 hadën dek më ashme se kemë marr pasaportën, se kena bëj verifikim.
Edhe këtij tjetrit i thoshin, hajde tash se po pimi kafe bashkë, del të pite me shok veti, ky shoku ishte bashkëpunëtor. Edhe e kishin llogaritën 10 sahatin që ky të hinte më rënd, në 10 po 2 minuta ky të kalote nga dega më rënd me shku deri te kafja kur e shifte. Ky ka mundësi që është informatori. Edhe herë tjetër, po të njëjtën gjë. Por të shë këtu, por me oficerin e sigurimit, i thotë oficerit, del atje se kam më dhënë pasaportën aty. Ky shkëti, ky burri zotni, del më shumë marr pasaportën pa vedije, shkote hate prep këtë kombinacionin. Ky thotë po pasa kanë spir, a she thotë ai tjetri, oficeri. Ç'a vlen? Edhe që ty duket tash ne joni na punon ne. Tang moralisht u bishin, i kanë thënë këtë ndër njerëzit. Këta janë kombinacionet që ka organizuar lojnat e sigurimit të shtetit. Taman lojë e sigurimit të shtetit. Kanë bërë shumë për këtyne. Lojra kanë bërë në shumë fusha, siç kemi lexuar, dëgjuar këto 30 vite, edhe me jashtë, edhe me brenda, edhe me grupe desantësh që vinin në Shqipëri, për në fakt nga ata që kemi dëgjuar nga Kim Filpi dhe nga shumë të komprometuar tjerë nga KGB-ja që sillin informacion këtu, dim që kanë qenë viktima reale të kombinacioneve të lojrave që janë bërë. Sa të vërteta janë këto radiolojrat, këto tregimet apo si them këto ngazullimet që ka shpërndar sigurimi në mendjet e njerëzve edhe pas 90-s, që ne kemi qenë një strukturë shumë përpara me kohën dhe kemi vënë në lojë agjenturat e mëdha botërore, si CIA, KGB, Sismi italian dhe të tjera. Ishin këta kaq të aftë sa të bënin lojra edhe jashtë vendit? Fati zi dhe fati parë, si thot. Atë fati zi ishte se në kohën e luftës së Pajisë vjen nga MI6 e Mbretërisë Bashkuar, një djalë që kam një Kim Philby. Kim Philby shkon me marrë informacion spaj çka punon në mend të Mbretërisë. Atje i bën kontakt me shefin e KGB-s, i cili ka nga Bashkimi Sovjetik me marrë informacion çka punon atje, se në këtë kohë syni ciklonit a spaja. Spaja është adobina stupin, kush ta marrin? Stalini do më marr se mendon që të fillojnë revolucionin nga ana tjetër, të thonë Italia nuk do të qit bite, për arsye Gjermanët nuk do doshin që të bite, dhe Anglia nuk do të qit bite, kështu që janë një lojë. Ky KGB-s për arsye disa veseve tjera, shumë të ulta, e kapë dhe e xen kët Kim Philbin, edhe bën bashkëpunëtor të vetin. Atë Kim Philby ka një rrugë pa varur mas kësaj, edhe ecë në hierarkinë e shërbimit sekret me I6. Atëherë kur pa të për 49 e mrapa, që fillon shërbimi sekret anglez, dënë që të përgatis ërzimin e pushtetit komunist Shqipëni. Do më dënë e bëjnë një eksperiment që ne po i rrëzojmë komunistët prej Ballkanit. Janë më pak të mërojtën. Janë kufi me Greqi nuk do vinë komunizmi, prej qitë në jashtë. Kështu që po fillojmë prej këto edhe po rrëzojmë. Edhe nisin me shërbimi far Julian Emery. Julian Emery ka kënë një në eksponentë mëdhej që ka kënë luftën e dytë botërore në Shqipëri. Ka kënë për emisar. Julian Emery në hapi njësi me mujtë me hi. E merr vesh ky atje edhe lejmër në Bashkimin Sovjetik, dhe thotë lejmëroni 49-ën kur janë prishme Jugosllavin. Lejmëroni Shqipërinë se këtu po dojnë e bë plani për mirëzo. Edhe çka nol nuk ka sukses herën e parë, ata integrojnë edhe tjerë, tash ka një prej tyre kanë Tillman, a kanë një herë, kanë oficerat mëdhej, nuk ecas me ta. Atëherë këtë koordinatat ku do të zbarkoshin desantat janë nepta i Bashkimit Sovjetik, këta veç delshin gati rrishin i përriqin, pra kishin informacion. Derisa i morën në vesh angles që dikush i pa ditë, ishte vonë. Ishte vonë. Tek lufta e Spanjës ne kemi pasur dhe Mehmetçeun, kemi pasur dhe Petromarkon dhe të tjerë. Sipas mendimit tuaj, ekspertizës tuaj, këta kanë qenë
të rekrutuar, potencial të rekrutuar nga të tjerët? Këta kanë idealistat marë, të cilët kanë shkuar hi luftën civile të Ikomit. Janë 2 vetë ju rra, unë bëha me këtë mira grushtet të tjetërit. Ska asnjë heroizëm edhe asnjë parim moral. Asë që ma tepër. Këtu, po ba të fati mu vu komunizme, për unë po i kupëri shkume dhe mu komunistat e mira grushtet të tjetërit. Në fund, çka ishte? Çka ishte i lufti? Ishte i luftë fllëvrase. Unë kam hinga e në anë maj anën e një luftet, në një luftë maj anë e një spal. Qa luftet është e? A është i luftë fllëvrase, ti duhet me paqësu luftën, po jo me ndimu më shkume vëra tjertë. Ishin totalisht gabim. Ju e kuptoni që atëherë konteksti ashtu ishte në atë kohë. Ishte si një virus që u përhap në mendje dhe shumë njerëzve, dhe shumë të rinisë, dhe kur u kthyen në Shqipëri, ata një pjesë e tyre mbetën edhe viktima të asaj. Vetët që jesë. Ju thash me Meçeun sepse tek aktakuza që i bëhet pas vdekjes, ai na del poliagent i rekrutuar nga të gjitha. Ka merituaj se ka shku vetë, okay. Nga të gjitha agjenturat më të mëdha. Që më në aty procesit, më në veritshme shkure shoqja, piçet e Sanxhaktari, çohet në gjyqja thot armiku me Meço më shtyni mu me Vran Hoxhën. Tash ti këtë thuje, ça emrit ka kjo. Kur gruaja thot armiku me Meçehu, pra ai kishte 3 fëmijë me armikun, e ka shtyr armiku me Vran Hoxhën. Pra Vran Hoxhë ishte i miri, mu mbani vekën me Vran Hoxhën. Një digresion këtu, sepse dhe më intereson shumë ta di, ose ta kuptoj, që këta merrnin platformat, merrnin si them edhe mekanizmat e tyre, por kishin agjenturat e huaja brenda Shqipërisë, njerëz të tyre, pra rezidentin e tyre, KKB-ja, UDP-ja, etj, e cila edhe bashkëpunonte edhe nuk bashkëpunonte me sigurimin e shtetit, që nuk kanë qenë të njohura, domethënë të njohura për strukturën. Me thënë drejtën, komunizmi shqiptar ka pas minimumin e interesit nga bota, minimumin. Dhe më thënë se që batën Enver Hoxha këtu s'ka pas asnjë interes. Në viti 1960, para se mu prish me Bashkimin Sovjetik, ka shku me Meçehu në Kombet e Bashkuara. Gjoja preteksti për me fol. S'di a man mend apo nuk e man mend. Okej. Por çka ka shku me Meçehu atje? Pse e kanë thirr Amerika, i ka thënë hadi minus se keni fjalë ti që e kryeministri. Kryeministri e plot pushtetshëm, më të pavarësisht se edhe ka shku me Meçehu, ka thënë shika prishti ju me Bashkimin Sovjetik, se ju nuk ju prek kërkush, mos keni pik friket. Përse se prandimi kishte frikë se po veshin bombat bërthamore, armët. Edhe e kapte Europën, e kapte Italinë, është çfaroste. Atëherë na nuk ju prishim punë, as ju napim ndihma, se nuk donë me dalë që bashkëpunojmë me ju. As ju rrëzojmë ju, as nuk ju shajmë rrini aty vetëm i këtë. Po i ka thënë me që e krym këtë. Shkoni prishni ju edhe mos keni fe frike. 60 komunizmi era 92-shin. Amerika nuk të shmetit, ja kërë punën komunizmi shqiptar. Ky ishte interesi që kishte, zero. S'kan pas interesi, po bina s'po bina. Nësi ishë mos të vinë raketet bërthamore këtu. Si po atë sot në Ukrainë që po vjen NATO e dek të kufinje, po njëtë geopolitika. Ata thoshin që na kena përgjenjështru cije, na kena rëzuat e cija, kena që ata kolon vete e karta bjanken. E po të thirë Armizalin në altë e njëshin, 90-ën, ka kënë shtatoj me shenë 90-ës, e kanë thirë, për tjetë në gjanë Kombet e Bashkuara. Se më në mëndi, a më në mëndu të më shmend fjallimi që ka majtë, është i fjallim lozanjar, që ka nga një argument nga një tjetë, që s'ka që thotë kur zhë. Me vetë kështë marrë dosin për hebrejt, për ti... Ja, atje e ka thirë George Bush i ka thënë, ke 2 rrugë, o me përfunu si Ceausescu, ose me këthy e me na dorëzu pushtetin pa gjak, një prej të dyja, vëzgjell. Ramizi që ishte finoku më i madh i botës, që kanë ta dorëzojnë vend pa mirë me shku, edhe me fillu përgatim me dorëzu pushtetin. Në shtator, në dhjetor, u hap pluralizmi politik. Janë krejt llogaritë, kanë deri këtu keni pas. Bo, tash s'munda me një alma, tash do të fillojmë procesin ndryshimi, him gjeopolitik tjetër. 30 vjet i kanë komunistët shqiptar me livalli si po dojnë. Tani me që erdhëm te vitet 90, këtu duhet kuptoj diçka. Duhet kuptoj që shumë prej tyre tani gjenden përballë një realiteti të ri. Duhet të dalin në tregun e lirë, në një vend demokratik, një pjesë mbesin brenda strukturës që konvertohet në shërbim informativ shtetëror ose kombëtar, dhe një pjesë tjetër edhe largohet
nga Shqipëria. Por në mendimin tuaj, këto oficer sigurimi të cilët kanë qenë në detyra të rëndësishme në vitet 80 dhe 90, ruaj një farë uniteti, njësie, apo thjesht shpërbëhen në ato regjime demokratike ku shkojnë? Kanë humbë aktualitet, kanë humbë rëndësinë personale, ata nuk kanë marrë rëndësi si figura. Veç shërbimi, dikush më kanë me ditë parimi, se ndoshta bëjmë pak kapërcime, por i thonë që ka pas KGB-ja, ka pas këtë parim. Anëmikun që kam përpara du ta njoh. Do ta denoj, do ta shfrytëzoj të vunën kam të mia. Domethënë kjo është parimi i KGB-s. Këta oficerët kanë bërë me zell këtë punë. Sot shërbimi, gjithë shërbimi dhe në botë është parandalues, me që marrët kë do bëj një atentat, dhe li shifje kontrolloni. Nuk është nuk e ka me dash me depërtu në botën tonë të mbrëmshme. Nuk ka murrëti hakmonet e janë gjithë lirë barabart, ka dëshuar me të vërtet bota. Ata i kanë shërby kësaj bote. Ata kanë qëllimin e tyre. Mandej shumë prej tyre oficerëve të sigurimit, kulame, i kujto. Rrugtimi i gjimnazistë. Është rekrutimi i gjimnazistë, se si një oficer sigurimit ka dashur me bëj djalë informator. Edhe si funksionon sigurimi i shtetit. Edhe çfarë natyrë ka kanë ai oficeri. Edhe çka i bani këtij djalit, një djalë në Tiranë që në vitet 1984. Domethënë çka i bani ky me këtu që është rezidenti. Për arsye sigurimi për veti është i përballur nga 5 grupe. Ndoshta me frikën që mos bëjmë konfuz, por atë shkum te sigurimi i shtetit na. Atë platforma ka thotë si bëhet informator i njëri. Cit janë kriteret? Ishin 2 masa. Atë ky oficer kishte nevojë për informator, thamena që ka nevojë për mia vun njerëz mrapa. Atë si zgjidhet? Me 2 mënyra, mënyrë vullnetare, me masa shtërmuese, mënyra dytë. Pra, o me presione, me kërcënime, ose në mënyrë vullnetare, apo vjen se nevojë partia ka për ty, partia të ka shërbyer, të ka dhënë shkolla, partia të ka dhënë kështu, nana baba në punë, jeni kënej. Ai dikur sot e po mirë firmo si këto herë, se nuk mund të fillo me hin shërbim pa firmo pa betimin. Betim si informator, edhe që ti firmos edhe e pranën pseudonimin që të nap. Tu të ka rekrutuar si mafia siciliane. Ti ta marrë të letrën, ta futet të dosja që thave personale. Kanë lindu, ka bërë shkollë, ka nana, baba me këta emna, ka këtë djalë, agjet, ka këtë gruja, këtë kunati, kënej, po, tak, edhe kja është fleta e parë, sipër, që filani ka pranu pseudonimin Muri, ka pranu pseudonimin Drita, ka pranu pseudonimin, atë fillote, të shtit, në vi sjelljet për këtij momentit. Vija sjellje është me shku te ky edhe me pyet se çka mendon ai përvokoje çka mendon për luftën Vietnam. Për shkak të ekonomisë kohës dhe ju dole tek mafia, tek sigurimi, ka studime dhe libra të botuar në Belgjik, është një Jan Arkovska, e cila shkruan në temën e saj të doktoraturës që është kthyer në libër që një pjesë e madhe e ish oficerëve të sigurimit të agjentëve janë rekrutuar nga krimi organizuar pas viteve 90, kryesisht krim organizuar serb dhe krim organizuar italian, të cilët i shfrytëzonin dijet dhe njohuritë e tyre për Shqipërinë dhe për rrugët me të cilën ata kontrabandonin ose bënin veprimtari të tjera të palishme, pra kanë hyrë në shërbim të këtyre organizatave dhe kjo është e vërtetuar, nuk është një thashethem siç ndodhin shumë thashetheme në Shqipëri. Dhe mendoj që ju e keni këtë informacion. Ishte të tregu këtë. Edhe dua të ndalem vetëm 10 minuta tek diçka tjetër. 1 sekond. A ishim ti fol për këtë informatorët? Po. Pra ja, informatori u përllu. Vuni firmën, pranoi pseudonimin. Kena 4 lloje. Atë lloji i parë është informatori, që ka një oficer që thamë është i lidhur me një oficer. Po. I dyti vjen rezidenti, që do thotë një oficer në zonën e tij, thamë që ka një zonë në Shkodër ka 25, një kishte një zonë, kishte një rezident, që thosh oficeri mund ta takote spionin, informatorin e vet.
se bitën sysu, njifte që hinë të ndekë mërënsh me kë, po që do këtë që takot me këtë? Ati kishte një rezident vetëm. E rezident mund të ishte rroba qepës, mund të ishte magazinjer, mund të ishte shitës dyqanit, mund të ishte mësues punet me dronë, mund të ishte. Pra në 10 informator kishte një shkus. Edhe këtij shkusit i thote 1 herë në 2 orë kemë më kalu te filan vend. Edhe hillte sy dhe i thote kur i qote kryt pak nel shkote zyra jeme. Kur nuk i nepta si shenj s'kam gjam me dhënë atë. Kur tak i qote kështu ai shkote u sillte, shkote te një zyrë. Ishte një pallat që kishte atje, edhe shkote rezidenti që kishte 10 vet kontroll, oficeri kontroll të 10 vet mand rezidentit. E thot më shkote filani, e thuj më shkote fusha drunve, shkote filani më shkote stacionit 8 orën 9. Edhe shkote i thote të kërkon shefin 9, shkote kë 9 sahatin, shkote 9 këtu. Domethënë ky ishte rezidenti, ndërmjetësi. Më në viti tjetër shkote strehusi është kategoria 3 është kjo, sa thamë informatori. Rezidenti që për vetë informator kë. Edhe i treti është sterhusi ka që të lëshon shtëpinë, të lëshon dyqanin, të lëshon magazin, të lëshon studion e pikturës. Ata që shiqin biletat e kene mat, që ishte një që shkote ishte drejtarja ku të shet bileta popullit, ai të lëshote ty Chelsin, ku ti rish atje vit informatori edhe i nep informacione ikte. Studiot pikturës kanë qenë studio regjistrimi, në fakt se ne kemi dëgjuar edhe regjistrimet shumë liderëve sot të politikës që kanë qenë të regjistruar në studio pikturës. I nep të shteti studio, po studien Chelsat ja merrte informatë, ja merrte oficeri i dekshmërit mençme. E thote, mirë pra, 11 sahatin natë, 10 natë, kemi kënë të studio të filan vend. Kishte qilësin hitë e mërën kërët e punë, nuk dite gjanë, s'kërkush mbo se këto studia filan piktorit. Shkote menja. Kjo u ba kategoria informatori, rezidenti. Strehusi. Më i vite agenti. Agenti është një gjanë shumë speciale, të thash por, që nuk ka lidhe me rezidentin. Agenti punën me shifër. Atë fut letrën me 25 deri te 7 e fut e një kavanos. Edhe këtë kavanos kam shku me lan filan vend, hapi grup, po aty fut e mran. Edhe kalote oficeri i sigurimit 2 natë, 8 natë, a ka letra në kavanos apo s'është? E kapte e merrte, e shifte, lexote dhe shifrote, kapte fut letrën edhe herë aty me 37-55. Edhe komunikoshin këtë mënyrë se s'ka celular, nuk ka për të gjë, u bën 4. Mandej vishin dëshmitar të falsë gjyqeve. Ajo është një kategori tjetër që kanë rekrutuar, e thotë do të rrishin nga dëshmëri, se kemi shkuar te filan gjyq, e kemi thënë që filani ka shashur kur në vër. Unë ti e ke shoh do të jep të dënimin. Kështu që këta janë, domethënë ata kategoritë që edhe kategoria tjetër ishte më pak e dëmshmja, po ishin informator vullnetar. Informatori vullnetar ka marrë vesh një diçka për një njeri, atë shkote me kam të veta, me pyet të dega mënshme, kush është oficer që më nën këtë zonën. I thotë unë kam nevojë me thënë gjë. A shkote vullnetarisht e ja hapte zemrën, e thotë që një shok i jemi ka shoket e u mashin 6 kategorinë. Ju jeni një enciklopedi e vërtet për punën dhe për dosjet të cilët keni pasur në përdoruar për shumë vite dhe disa e keni transformuar në libra, rekrutimi i gjimnazistit, terror në strofën Kjo është një gjë që ka ndodhur në byron politike të Komitetit Qendror të Partisë Punë Shqipërisë vitin 1961. Internimi ku Kufomës e tha. Internimi në 47 ngjarje e vërtetë. Ngjarje e vërtetë dhe kjo këtu është historia e një familje hebrejike që ka nga Vjena dhe ka kaluar në Shqipëri në luftën e dytë botërore. Aty janë dhe figurat politike të kohës, aty është Qerembeli Behova, Mustafa Këruja, aty janë Maliqbek Bushati, ata që janë gjithë armiqtë e popullit, delshin që ishin kanë miq të popullit hebrej, edhe populli shqiptar, këta njerëz kaq të virtytshëm i çojnë plum, e s'ja përmendi emrin kurrë. Ndërsa hebrejt i përmendin me ndërim dhe kanë vënë emrin e tyre në Yad Vashem, që është një rrugë në Izrael, që është rruga e drejtë të kombeve, që kanë rrezikuar jetën me shpëtu hebrej, ata kanë rrezikuar jetën i Ibrahim Biçakçu me shpëtu hebrej, ai kanë futur për burgë, kanë tek Ibrahim Biçakçu, i ka thënë Elbasani në 1945, i ka thënë një lloj domethënë proteste, për arsye se ka bërë kërkuj asnjë të keqe, edhe Enver Hoxha e ka në 63 ka dalë nga burgu, 62-63, edhe ka thënë me pastron nëvitore të Elbasanit. Edhe kryeministi i Shqipërisë delte për ditë me kostum me karvat në punë. Lete kostumin e karvatën, veshte kominoshet, late nevojtorët, thete në shtëpi, Ibrahim Biçakçu me 2 shkolla
të larta në Austri, baba i tij Aqif Pash Elbasani, organizatori i Kongresit Lushnjës e i pari shtetar i biri ti përfundon në këtë gjendje, dohen ke ishte vlerësimi që dha Shqipënia, një këtë libër, ke këtë personazh. Kurse këtu është i libër që tregon për një ngjarje që ka ndodhur në burgun e Borrelit vitin 1961-62, zoti zbret në ferr, domethënë për një ndësirë që kanë bërë komunistat atje. Këta janë libra tjerë, më dhe pa kja këtu, një ky libri këtu, është si punë administrata shtetit modern shqiptar. Se si rekrutohen njerëz për me bë pare. Merre këtë hiqe këtë këtu, vene këtu se ky është Ronaldo, ky bën golin. Çam duhesh ti s'bën as gol, ç'bën ti? Ky bën. Atë largo njërin tjetrin, domethënë me mujt me bë pare në administracion, gjatë që dalin edhe sot që janë, po është me njëti. Zoti Hile, në këto pak minuta që na kanë mbetur nga biseda jon, doja të bisedoja pak për angazhimin tuaj të ri për te dokumentimit historik, arkivor dhe jetësor të gjithë këtyre personazheve, jetëve të njerëzve dhe të mekanizmeve të shtypës të dhunës që ka pasur Shqipëria në 78 vitet e fundit, se mendoj që nuk është ndalur kurrë ajo makineri, mund të jetë vonuar, mund të ketë ecur me frena dorë apo e pesmatuar disa herë, por unë mendoj që ajo vepron akoma. Angazhimi juaj politik, ju sot jeni kandidat me koalicionin Euroatlantik, dëshironi të jepni një kontribut në politik, në aktivitetin publik. Pse ky vendim, pse ky angazhim në jetën publike? Atë unë mora një ftesë që të kandidoja me koalicionin Euroatlantik. Mirë. Arsyet mund të jenë shumë. Unë mund të përmend vetëm një. Unë jam themeluesi i Partisë Demokratike në Shkodër në datat 13, 14 dhe 15 dhjetor 1990, kur bëm ledhjet e para. Aty u zgjodh Pjetar Arbnori, kryetari i DEX, Xhemal Uruçi, sekretari i DEX. Aty ka kanë ideali që vdiq Arben Broci, aty kanë shumë, ishte më mend te Alloma e Mark Mhillit të Rrugica e Luiç Gorakuçit. E aty dol me u themelu Partia Demokratike, jam qysh për ati fillimit. Partia zjarrt, e idealeve të mëdha, e asaj etjes për liri, që këtë me spjegu përse i sa i dini, dihet e nuk ka nevojë që me shtu. Të që ke parti, thën edhe ka degradu në të pikë, sa që do të dali me shas pakun, e do të votojmë Ilir Metën. Një kohë që Ilir Metës ti mi thu që është like Floriri, ka vjall Florinin. Të shtim thu, jo nuk e ka vjall Florinin, jo po jashtë martir. Të shtë cila është, a kjo apo kjo nuk ka politik ma. Kjo është një turp i mall që mu nuk më ke ma në atë parti, ti më thuj, si është kjo? Me ma ata filmate që ka thënë për te ata videot, ky është një hajdut, ky është një kapo i mafjas, ky është kështu, ky volli Florinin, ky shkojnë krab, ky jo, nuk e volli Florinin, ky është gjëna, ky është i mirë, ky është martir, hajde shkem të spaku, hajde ta zë. Kjo nuk ka politik ma. Kja knet. Unë nuk jam ma aty, ama kjo s'ka pikë seriozitet, po s'ke pikë besueshmërijet. S'po them gjë më tepër, vetëm i kaq, se kam tjera, po një kam ka 3 ditë thellë, një njeri me 2 kam tokë, me pak mend kry, nuk mund të mendje kur ti më thoshe mu hajde ta rrezojmë Ilir Metën sa është një hajdut, e hajde ta ndihmojmë Ilir Metën ta xherrim për burgut, ta shemim spakun. Këtë janë lejthitje. E ai që i bën këtë punë është kapo i opozicës. Këtë janë çesharake deri në veri. Mus më ke ma. Nuk më ke ma këtu, s'ke shumë si unë. Të gjanse ti bjen burive, të gjanse ti mledh njerëz që bërtasje me të madhe. A pjesë fasade, jena mësu me këta fasada, por në fund ti je humse morali të padit me gisht. Kush? Iliri, cili është Ilir Meta? Kush është? Është një hajdut që ka vjell, apo është një martir? Cili? Ai për vedi nuk është si Zoti më lanë përgjigje. Kur ti si e Zoti, pse kërkon angazhimin tem? Ma në tjetën, fund i këllë basha, kush është një njëri që e ke zgjell ti? Ai vetë zgolli, ai na pruni, ai na tha, ky është më i mirë, nish në ketë. Të shti, jo, Ilir Meta më i mirë dhe ky është më i poshtëri. E për këta, as fëmijët e kopshtit nuk si edhe në kështu. E në fund nuk ka shkua sa herë të spaku,
në fund as edhe i herë Lul Basha nuk u thirr. Është më i pastër, mirë, ka dalë spaku si indikator që tregon. Ke apo s'ke më zot një thotë, hajde më eto. Hajde më mi kërko pasunitë mia, hajde më gjurmo. Jo, ti je poshtë, ti je besprer, ti je tradhtar, ti je i shitur. Po i lëmë ta çash që po të lufton për te. Ti po lufton me zjarr për burgut, po ky ç'është ky? Gjithkush ka vend, ky s'ka vend, ky ka vend. Po pse s'ka vend ky? E ke hakmarrje personale, s'ka politik me hakmarrje personale. Politika ka një vizion që ti të mrit një objektiv. Thotë Tommaso Aquino është gjithë përfshirë se politika, është arkitektonike, i merr gjithë me të rrit i koordinon me çutë e mira përbashkë. Po ti do më lën këtë jashtë, do e marr Hajdutin me mu këtu, do e marr Belerin që e ka akuzuar që ka organizuar për shkëpisë Gjirokastër, Beleri që kanë i bën fushat për arsye se Beleri me bahimarin nga Greqi, e ti shkën bën fushat aty. E unë do të betek pa prap ty. Këtë janë çesharake. Ti quhesh më thuaj që Agron Duka djali mirë, unë e njoh, është simpatik. Agron Duka ma ke pikturu me ata penelat e klanit Zemunit. Klani Zemunit është më i rrezikshëm se sa të pashtoptani Haxhi Xhamili. Klani Serbi Zemunit ka hell raj, është kapu i klanit. Jo, nuk ka më klani Zemunit ai. Ai i miri. Po ti nuk e cet më me këtë gjuhë, ai ka vdek kjo lloj. Ati et sa të muish çaj, sa të muish me ata që rën. Po mu nuk më rën më. Mu i ke myll letrat kur ti më thuaj, "Njënia kështu, më ne kështu." Ba me pyet, ta ndron bisedën. Nuk ka seriozitet, nuk e di që domethënë për të politikanët europian Angela Merkel ti ke thënë që kjo klan Zemut më ne marr ministër, këtë kështu më ne e marrë me këtu, janë të cicmice që vinë erën e veri. Tu nuk më ke më. Ti të gjanë se që ha mesazh edhe sot para se më ardh këtu që kam marrë rrugën e gabuar atje se rruga më e mirë është me ndjek Ilirmetën, rruga më e mirë është me ndjek. Zotila, ju falenderoj shumë për bisedën. E nisëm me kulturën shkodrane, me martirët e kishës. E mbyllëm nga fundi me citimin që sharakën kret. Por për mua mbeti në mendje Tommaso Aquino, një filozof shumë i madh i mesjetës, edhe të cilin e kam shumë xhan, sepse e kam lexuar. Dhe mendoj që do jetë një bisedë tjetër në të ardhmen për kulturën perëndimore në Shqipëri dhe ndikimet që kam pasur në jetën tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju, shumë faleminderit për intervistën. Ja.